Tani, pse 300 po shkojmë në veten e fshatit Llavan e të gjithë? A nuk e dëgjova mjeshtrin mësues? Është në sulmin e Bergut dhe të përbindesha ti të vegjël. Përbindesha të vegjël? Tingëllon bukur. Më pëlqen përbindesha të vegjël. Le të merrem me ata. Që ke një luftëtar i vogël përbindesh, apo jo? Po ti je, jesi në llokum i vogël. Më lësha të thash, të lufton si s'duhet si burrat. E mira do ishte të përballeshe me një qen, djali Mace. Vërtet? Atëherë më shiko pak. Hey! Shumë bukur, tani po jemi duke argëtuar. Ju nuk duhet kur ta nënverstoni kundërshtarin tuaj. Ai mund të jetë me të vërtetë shumë i rrezikshëm. Si mund na japi këshilla mjeshtri mësues ku njëri prej nesh erdhi disa sekonda me vonesë? Hey, ai na e tha këtë përpara se të largoheshim. Po pra vëllati, vërtet ke nevojë të rritësh aftësinë të dëgjuarit. Ju mendoni se jeni të fortë, por do të shohim se si do të përballeni kur t'ju hedh llavën. Pak lava! Kjo është për bukuri. Ti do t'i hedhësh atyre nga pas lavën dhe ajo të shkojë në sipërfaqen e tyre të trupit, dhe? Ciao, ti po më shkatron pjesën time. E po mirë, unë e kuptova këtë, më falë, shef. Lava? A mos tha që lava? Unë se kam idenë se çfarë thash, dhe nuk e di se çfarë likësi do të shfaqesh. Pa dyshim që do të shijoj heroin duke u gatuar në zgar. Wow, çfarë ndallie jashtëzakonshme. Lava? Nuk e prisja që do të vinte. Te i shoku, a nuk e ndonjë gjë prerse ose ndonjë sharr ose diçka të tillë në rripin ton të vendosjes? Unë jam një robot vëlla, ju një superhero. Çfarë pret shumë të bëjmë shumë? Djema, do të bëhemi patate të skuqura. Hey, me të vërtet do t'i hedhësh lava disa djemë të cilët janë një mundësi të tillë? Seriozisht e ke? Jo nuk është lufta jote, fuego. Kur ti vendos lavën në fush, atëherë loja fillon. Do t'i japësh rezultatin kësaj betejë? Pra bën mirë që të vë ndjek. Shkoni pas tyre.